Kjo është një mjet i sajuar nga neve për të kapur bletën që ka lëshuar. Është në një pemë të lartë këta shekoni, është e pa mundur për të hipur lartë atje, se është e hollë nuk në mban, atëhere sajuam këte. Do ta çojmë lartë këte atje, do ta shkusim, ajo do bjeri brenda, pasaja do ta heqim, ta edhim të arka. Po mirë tani se unë jam kështu si pak gocë fshati, s'rri do të pa ndërhyrë. Ne atje, kur ndodhin këto gjërat, i këndojmë bletës së navi. Si e keni ju këtu? Neve marrim 2 gure, i trokasim guret dhe themi tok, maro, për t'i berë zhurë me fjalë edhe ajo mblidhet. Do na e tregoni si e bëni? E sa larg mund të iki një blet kur lëshon? Zakonisht 25 metra. 25 metra. Pastaj varet ku gjen vend, po qëse ajo gjen vend. Po, çfarë vendi i pëlqen bletës? Jo, mos kemi rak, po ik. A tërhiqet nga ngjyrat, nga se? Ngjyra e shile pe. Ajo para se të hedhin e zgjedh vendi ku do mblidhet. Ka ato bletët lajmëruese, që thonë do mblidhemi këtu. Pra bletët lajmëruese ikin të parat, edhe të parat gjejnë vendin, edhe lajmërojnë memën. Po këtë e keni lënë ju? Arkën, po aty do ta hedhim te arka. Aty do e hedhim. Zotëri Gzim, po pse ikën një blet? Sepse nuk e nxe me vendi brenda. Si puna jote që kur të shkosh atje tek Vjera, ajo do ketë dhomë kuzhinë, s'kini kurrini, ose si puna ime, ndo qalkesni. S'kisha ku e mbaja brenda, ik tani, kryo familjen tende. Do i bish me sfata saja? Jo. Lart, shty sa më lart. Jo, mi bjera sa e bëm, tunde, se mban do, ti po thunë. Shkunda aty bum. Inshallah. Çoj atë. Tok. Do ta si prapë.